Vladimir Abdixhikut. Pra, vendosja që të qëndroj në mes asndej, ka tregu mungesë të leadershipit dhe marrjes të rrezikshmërisë. Këtu tregu lideri Dr. Lumiri. Pra nuk ka pas guxim me marrë një vendim para prak, i cili i kish kushtuar më pak me rezultat sa ç'tash. Absolutisht. Jeni të bindur, po ti me vetëvendosje në shënit. Mos e më ndërprej, jo me vetëvendosje, s'ka nevojë me vetëvendosje. Po me kanë. Edhe me opozitën të ishin konë në qeveri, që i kanë pas 62 numra Arben dhe të mbashin zgjedhjet që tash në prill. Unë nuk po them që vetëvendosja s'kish fitu, po ky rezultat nuk i shkon kurrë. Ka shumë arsye pse si shkon. Në një vit qeverisje, vendimet, buxheti, çështja diasporës janë shumë tema që se kishin pru këtë premis këtë situatë të kurtit. Por, duke i kides Abdixhikut që të mos bëm bashkë, sepse ka qenë një nga pikat programore të vetëvendosjes që pani po bëhet bashkë dhe ja mundsojnë 51%, i njëjti ndodhi domethënë në kundërt. Ky është gabimi i vetëm i Lumir Abdixhikut. Dhe tash, për një gabim politik që e ka sjellë rezultat jo të mirë, ju po doni me vonë pikpyetje karrierën e komplet njerë këtu. Se gabimi i vogël është ky, ja dhon 4 vjet pushtet absolut kundërshtarit. Çfarë nisën ty gazej? Nëse Lumir Abdixhiku është arsyeja e 51% që ti që duhet ti nga po nga gjithë politika. Mos fal. Votat e Kuina i Mur në zgjedhjet e dhjetorit VV-ja që urret. Mos të maj ligjërata se çka është politika. Se kishte dy shkencë politike pak edhe gazetari. Në politik pa u bë gabime nuk rritesh. Bën varet e çfarë gabime fiton. Albin Kurti as ta ka njoh flamurin, as ta ka njoh pavarësinë, as ta ka njoh rritur në zgjedhje. Nga zgjedhje është rritur, nuk ka ndonjë s'po kupton, domethënë, atëherë ka qenë gabim apo? Kur e kemi thonë ashtu. Po nuk ka rrit. Nalo bre, nalo. Po pedi ky ka nalo, po ka dalë. Ani pikërisht. Çota vetë nëse ka ra. Deni në politikë nuk mundesh më ngrit pa bë gabime. Ose kthen ndryshe, s'mundesh me ndresh pa bë llug. Kjo thamë edhe një herë për herë të fundit, se s'po du më u përsërit më, do t'ju thonë. LDK nuk është subjekt politik që duhet me bëjë eksperiment. Mërë të thuna vesh më na.